Fenomeni shkodran Luiz Eli ka publikuar një video të re që ka emocionuar pa mas ndjekësit e tij dhe të partneres së tij Chiara Tito në të gjithë rrjetin. Në video, Luizi shfaqet me vajzën e tij të vogël, Luna Mari, në një pamje të mrekullueshme në qytetin e Shkodrës, me një peizazh që të lë pa fjalë dhe një ndjesi të fortë dashurie dhe përkatësie. Ai dëgjohet duke i folur vogëlushes me tonin e tij të ngrohtë dhe plot ndjenjë, duke i thënë: "Shiko ku jemi bab, në Shkodër, locia është e tëra jotja." Një shprehje që ka emocionuar të gjithë ata që e kanë parë videon dhe që njohin lidhjen e veçantë që Luizi ka me qytetin e tij të lindjes. Në fund të videos, ai shton me humor dhe dashuri një detaj tjetër duke thënë: "Ti ke pjesë edhe në Lushnjë", duke i referuar faktit që Chiara është nga Lushnja dhe kështu vogëlushja Luna Mari trashëgon dashurinë për të dy qytetet nga prindërit e saj. Ky moment i thjesht por tejet i ndjer është kthyer në një nga videot më të përhapura të ditës dhe ka shpërndar një val emocionesh pozitive tek të gjithë ndjekësit që janë mësuar të shohin Luiz Elin si një artist dhe personazh publik karizmatik, por edhe si një baba i dashur dhe shumë i përkushtuar. Pamja ku Luizi mban Lunën në krah dhe shikon me krenari drejt qytetit të tij është konsideruar nga ndjekësit si një ndër momentet më të veçanta të ditëve të fundit, duke treguar edhe një herë anën njerëzore, të ngrohtë dhe të dashur të fenomenit shkodran që di gjithmonë si të përcjell ndjenjë dhe lidhje të thellë me rrënjët e veta. Reagimet kanë qenë të shumta dhe pa fund, me komente të mbushura me dashuri për këtë moment të ëmbël mes babait dhe vajzës, dhe shumë prej tyre kanë vlerësuar gjestin e bukur dhe natyral të Luizit që nuk lë asnjë ditë pa ndarë me ndjekësit pjesë të vogla të përditshmërisë së tij me Lunën, duke e kthyer çdo postim në një dhuratë emocionale për të gjithë ata që e ndjekin.